tyre. Avokat, kam edhe dy pyetje të fundit. Se pari nuk po shohim nga Sazani Zvërneci akoma në i fatdrom që të shkoj. Qa s'po shohim? Do i fatdrom që të nis punimet, nuk po shikojmë. Por nuk ven do të Sazan më zotëri. Por nuk ven Sazan të harroja ata. Nuk ven atje kushnerët që futët në Sazan. Është dikush që në mbron. Dhe të mos dalë ditën për diell. Po ama ne dim që në mbron atje ku duhet. Dhe Edi Ramës ja kanë shtërnguar testikujt aq shumë sa po i dalin syt. Që ta dini. Por ai thotë do jam rregull, 83 mandate, në Amerikë vizit po bëhet gati, u kthy nga Izraeli me ceremoni me gjëra më theth thash. U prit nga armik tanë më të betuar që janë qifutët që duan të pushtojnë të gjithë Shqipërinë, ushtësira shqiptare. Ai pra të vajti, po dhe ajo nuk do të jesi, nuk do bëhet, asnjë gjë nuk do bëhet, se ka të tjerë sallarë që na mbrojnë, edhe që duan këtë vend. Por në fundit jemi dhe vetë se s'kemi vdekur. Avokat, kam një pyetje të fundit për një çështje që ne kemi bizeduar më përpara, në mos gaboj para një viti, që shkon dhe rikthehet, bëhet kryefjalë e mediave, pa akoma është pa përgjigje. Rasti i zhdukjes së asaj vajzës Vlora Amatos, që është i kthyer tani jo i familje nga Vlora, jo va në Gjermani. Pra, si shkon e si kthehet? Mos është një dorë e komanduar që rikthen e çon e sjell deklaratat e nënës në media, besoj keni parë, keni dëgjuar këto ditë. Ai është një krim ordiner. Është një krim si të gjitha krimet e tjera dhe fatkeqësisht më duhet ta shpreh atë mendimin tim që është një krim që mbulohet nga politika. Se s'ka mundësi të mos ishte zbuluar deri më sot. Nuk ishte mundësi. Tani çfarë ka bërë Ema, si e ka bërë, ku e ka ajo e di. E rëndësishme është që Ema e di ku e ka vajzën. Si e di? Edhe e din ku e kanë vajzën. E din. Ata po ta dinin, nuk e kërkonin besoj apo jo? Ore, të thash e din. Se si e kërkojnë, çfarë bëjnë për ta kërkuar, për ta gjetur e tjera më qaftë të tyre, e din ata. Unë di që ata e din ku e kanë vajzën. Kështu që në kot e trajtojmë këtë temë, sepse nuk ka lidhje me ne, ka lidhje me shërbimin sekret shqiptar, ka lidhje me policinë e shtetit, ka lidhje me strukturat të posaçme shqiptare, me prokurorinë e tjera, që të dalë vërteta. Se e kanë fare të lehtë, me që se më kujtove tani, më qove tani 8 vjetë përpara, 9 vjetë sa u borën. Pse nuk i të resin personat që kanë... Bravo, për 15 vjetë, pse nuk i të resin personat që kanë lidhje me atë çështje? Se e din kush e ka shoqëruar vajzën atë ditë. E din shumë mirë me kë ka dalë për të luajtura, për lopë, për kuvate. Që të resin atë që shëngojnë. Prandaj shpjegoni me faktin që edhe Jati, sipas domethënë, Ema e akuzon se bashorti nuk ka folur asnjëherë për këtë, madje akuzon dhe atë. Por fakti kjo heshtje shpjegohet në këtë mënyrë sipas mendimit tuaj, që ai mund ta di. Unë jam i mendimit që ata e din si baba dhe mama. Por shteti shqiptar, policia shqiptare, prokuroria shqiptare, policia gjyqësore duhet të thërresin personat që ka shoqëruar vajzën atë ditë, të thërresin dhe të shëngojnë. Dim që ato thonë që erdhi një makinë, mori nuk e di diçka të tillë që iku vajza dhe është një çështje që duhet ta studioj, duhet të merret policia dhe prokuroria e shtetit me ta. Sepse nuk e zbardhin, sepse nuk e bëjnë, nuk e di, s'di çfarë them. Pra kjo tregon edhe dështimin e institucioneve në këtë rast. Institucionet punojnë vetëm dhe ekskluzivisht për Edi Ramën, pra si tjetër, populli s'ka, ne jemi të braktisur, zotëri. Mua më kanë plagosur në progonat banditët e fisit Guga, 11 vetë bashkë dhe politik dhe prokuroria e Gjirokastës thotë është çështje fyerje, thotë. Si, plagosën ju qelluan edhe prokuroria zbërigjen. Po, absolutisht. Dhe çoj për ta mbyllur dhe gjykata e apelit në Tiranë ka urdhëruar që të rifillojë gjithçka nga e para. Zotëri, kur bëhet kundër avokatit një aksion me qytetarët. Thash, drejtësia nuk funksionon për qytetarët, as për mua si avokat. Drejtësia funksionon vetëm për të mbuluar krimet e Edi Ramës dhe banditëve të tjerë rreth rrotull.
Avokat, falenderoj shumë për gjuhën e drejtë për drejtë si gjithmonë, edhe në emër të publikut ton, edhe të jam shumë mirënjohës për këto të vërteta dhe për këtë shkundje, se duhet. Faleminderit. Detyra ime është kur më ftoni, unë nuk kam thënë, unë jam i hidhur nuk për qeverinë, për pushtetin unë jam shumë i hidhur. Unë se bëj armiq. Domethënë, unë bëj armiq. Dua apo s'dua bëj armiq. Ndaj herë tjetër do shikoj një frek gojë sepse mund të më zhduken dhe fizikisht.